Ky është raporti i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, të cilin MCN e ka siguruar, ku thuhet se 10 punonjësve të policisë ju është hequr certifikata e sigurimit të personelit, ku 6 prej tyre janë të nivelit të parë drejtues. Gjithashtu në këtë raport thuhet se 19 punonjësve të tjerë ju është refuzuar marrja e certifikatës së sigurisë, ku 11 prej tyre, edhe në këtë rast, janë të nivelit të parë drejtues. MCN mëson se jo vetëm punonjësve të policisë u është hequr apo refuzuar certifikata e sigurisë së personelit, por edhe një punonjësi të Ministrisë së Brendshme. Ky dokument është i nevojshëm për të gjithë ata që duhet të kenë akses në informacionin e klasifikuar sekret shtetëror. E kontaktuar nga MCN, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore pranon situatën e krijuar me certifikatat e sigurisë, por tregohet diskrete për të dhënë emrat të zyrtarëve që kanë probleme me pastërtinë e figurës dhe dyshime se bashkëpunojnë me krimin. Një ditë më parë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore publikoi të dhënat për raportin 6 mujor, ku 24 punonjës janë përjashtuar nga radhët e policisë. Raporti tregon gjithashtu se gjatë 6 mujorit të parë të vitit janë arrestuar në flagrancë 9 punonjës policie, një punonjës i gardës dhe një punonjës i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Të larta mbeten edhe ankesat që janë administruar nga MP. Për efektivet e policisë, 752 të tilla janë trajtuar. Nga këto, 434 raste janë vlerësuar si të pabazuara, ndërsa për 251 raste nuk është arritur të provohet pretendimi i ngritur.